thuaj në çdo tender të punëve publike në Shqipëri. Si është përdorur? Kanë shku ofertuosit me ofertën kaq. Jo. Kjo ofertë nuk punon, nuk vlen. Do sjellish ofertën me kaq, 2 fishin. Dhe ti ke 30%, unë kam 70% të saj. Por në të rastu demaskuar se kryesori ishte i huaj. Po kjo skem është përdorur në të gjitha punët publike dhe kemi denoncuar kaq shumë herë. E kemi denoncuar kaq shumë herë këtë. Dhe ai pragu që themi ne 99%, ai në fakt është 180%, është 250%. Se e bënë në këtë mënyrë, i thristin përpara, shko, para që këtë ofertë me kaq, ndarja do jetë kjo. Mirë kësa herë u kapën. U kapën me, nuk janë 50, janë 90 milion, se 80 milion, po s'kansi. Tani, e them këtu, prokurori, për mendimin tim, e ka bërë punën e tij. Nuk janë prej guri. Nuk po të them. Sepse ky kërcënon. Ky zhduk. Ky thotë ke personal me mua, e zhduku. E zhduku Elvis Martinin. Ta di targën, i tha. Hiku. Si din kush na me nishon ati. Edhe i tjeti se kujtë tha para disa mujsh. E ke personal. Dhe po tha personal, a i të nxjerë banda dhe të vret. Kjo është e vërteta. Ndaj dhe, nuk e di i ka thënë këti, se këta janë dhe nuk i thonë gjëra që a i duhet ta denonzoj publikisht. I tha po jo ke personal këtë pa di, po e vërteta është që Dera Qiceli, prokurori, është derë që nëzori lakuriq të zi si që është rrafshin korruptiv Edi Ramën. Ndaj dhe njerëzit e politikës që duhen të mbajnë të vërtetat, nuk mund të pranojnë kur lubin për të parë në këtë aferë. Jo, nuk është lubi e parë. Nuk është kokë turku, jo, është gjerë tek vesht përgjegjëse për aferën. Se këte i thot është pallosh i gjatë, këte i firmos 50 milion shet. Kuptojnë i vetë ju që janë këta më topë, këta një lumë. Pra, por ne nuk kemi ata që mund të pranojmë këtë. Ne jemi ata që do përballë me dhëmë për dhëmë me Edi Ramën. Do përballë me dhëmë për dhëmë me Edi Ramën. Koha është e guximtarëve. Ju garantojnë ju se po të mos qenë ato protestat udhëhequra nga Belin Kliçi